Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zije, lajmi keq për fansat e aktorit të njohur turk. Fansat e aktorit të njohur turk Kerem Bürsin janë shfaqur të shqetësuar pas tashethemeve që po qarkullojnë në rrjetet sociale, sipas të cilave seriali i tij më i fundit, Çarpinti Dizisi, do të përfundojë shumë shpejt. Në internet janë shfaqur postime që pretendojnë se seriali turk dramatik romans do të ndalet pas vetëm 2 episodeve të tjera. Seriali Çarpinti filloi transmetimin më 7 shtator 2025 dhe një episod i ri shfaqet çdo të diel në kanalin turk. Por a është e vërtetë që ky serial i Kerem Bürsin do të përfundojë kaq shpejt? Kjo ngelet ta shohim. Nuk ka asnjë burim zyrtar që ta konfirmojë apo mohojë thashethemin. Megjithatë, sipas gazetares turke Birsen, seriali Çarpinti do të vazhdojë akoma dhe nuk është marrë asnjë vendim për ndërprerjen e tij. Ky informacion pritet të qetësojë disa në komunitetin e gjerë të fansave të Keremit.